mendoj që partitë opozitare ose partia për partinë tjetër nuk mundet me bë propozime. E voton ose nuk e voton është zgjedhja e tyre. Ne mendojmë që rruga më e mirë, më e durë dhe arsyeshme është me deblloku këtë blokadë edhe me shku drejt konstituimit të kuvendit. Cila do të jetë zgjedhja? Cila do të jetë zgjidhja mbetet në vullnetin edhe vendosmërinë e deputetëve. Unë jam që me pas zgjidhje sa më të shpejt në kuptimin me i konstituu kuvendin dhe me fut në afate kushtetuese për themelimin e qeverisë. A keni pas paraprakisht një bashkëbisedim ose një marrëveshje me Duda Bajden për një ministri? Është raportuar dje që paraprakisht Kurti ka dhënë një ministri, megjithatë e njëjta nuk ka qenë që në 2 seanca kur është dashur. Di diçka, po nuk i di detalet, do thotë i drejtohen në këtë rast akterit kyç kryeministit Vendit. Ato që i dini, na tregoni? Tash, do thotë duhet mi pas informacione këtë plota për mund të më dhënë detaj. Cili ministri pra e keni dhënë? Do thotë është çështje e mandatarit